Operacioni Qielli i Thyer, një nga goditjet më të mëdha antidrog në Kosovë. 22 persona të dyshuar të arrestuar në Prishtinë, Prizren, Pejë dhe Gjilan, pas një hetimi disa mujor që rrëzoi një rrjet të fuqishëm kriminal që komunikonte përmes aplikacionit Sky ACC. Rreth 600 policë bastisën 47 lokacione duke sekuestruar lëndë narkotike në sasi të mëdha, 129 vetura luksoze, mbi 134.000 euro para të gatshme plus valuta të huaja, 36 armë dhe mira municione, 9 orë dore luksoze, pajisje teknologjike dhe dokumente inkriminuese. Në këtë aksion të fuqishëm u ngrinë edhe 400.000 euro në llogari bankare dhe u bllokuan pasuritë e të dyshuarve. Ky operacion ishte i mbështetur edhe nga Europol dhe autoritetet e Belgjikës e Hollandës dhe mund të cilësohet si një nga goditjet më të rënda kundër krimit organizuar në Kosovë deri më tani.